Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari paralajmëroi masa të forta ndaj çdo punojësi shtetëror që shkel ligjin apo abuzon me detyrën në lidhje me ndërtimet pa leje. Edhe një herë tjetër ai kujtoi çdo punojësi policie se kush flirton me krimin t'i bëj mirë llogarit. Mbrojtja e territorit është pasuri kombëtare, i përket qytetarëve shqiptar dhe nuk mund kushdo që mendon se interesat vetjake mund të heshtohen nga përmasat e një bashkie apo në kuadër një çështje lokale e ka shumë gabim. Kjo është një mesazh shumë i qartë për çdo tjetër që llogaritë duhet t'i bëjë mirë vetë me veten, me detyrën dhe me drejtsinë. Aksionet për zbulimin e çdo rasti të ndërtimeve pa leje do të vijojnë duke shfrytzuar edhe teknologjinë. Konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pra gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj. Sigurisht nga gjobat ne kur të herë që është rasti kalojmë dhe në referim dhe përgjegjësi penale, kjo për treguar se mbrojtja e territorit është prioritet absolut i qeverisë shqiptare, i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe çdo centimetër katror i Shqipërisë i përket në fakt interesit kombëtar, qytetarëve shqiptarë dhe gjithmonë më shumë teksa Shqipëria lufton për të bërë një vend sa më tërheqës dhe këtë ka dëshmuar vitet e fundit, ku nga 2 milion turistë që ne kemi pasur vite më parë, kemi arritur në 12 milion turistë. Kjo përkthehet sigurisht një jo vetëm imazh më të mirë për vendin tonë, por edhe në ekonomi më të fortë. Dhe kjo sigurisht ekonomia kurzohet dhe nga siguria. Vendi është pranë kulmit të verës dhe bashkë me të dhe pikut të turistëve në vend, ndaj masat e uniformave blu do të jenë të posaçme, masat antizjarr do të jenë prioritare. Do të kemi patrullime të veçanta dhe shërbime 12 orëshe gjatë periudhës 1 korrik 31 gusht 2026, ngritjen e stacioneve provizore në stacion pranë zonave me interes lart turistik, konkretisht në Valbon, në Theth, në Komën, në Tale, Gjiri Lazi dhe Ksamil, forcimi i kontrollit të trafikut dhe menaxhimin e flukseve në pikat e kontrollit kufitar, si dhe shtimi i sporteleve të përpunimit të pasagjerëve në porte dhe aeroporte dhe pikat e kalimit kufitar. Gjithmonë më shumë kemi parë se gjatë sezonit të verës kemi një shtim të rasteve të zjarrvënieve, duke përfshirë për fat keq edhe zjarrvënit e qëllimshme, kështu që patjetër Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar një plan masash ku rolin kryesor e ka shërbimi për mbrojtjen nga zjarri, por kjo sigurisht në koordinim të plot me Agjencinë Kombëtare për Mbrojtjen Civile dhe autoritetet vendore. Vendimi i kryepolisit Skënder Hita për të reduktuar informacionin që ndahet për mediat për ministrin është i drejtë. Komunikimi i shërben transparencës përmes rritjes së cilësisë së raportimit. Dhe siç Ministri i Punëve të Brendshme organizon konferenca mujore për të ndarë dhe për t'u përgjigjur çdo pyetje të mundshme nga gazetar, para sa më takon dhe para sa kam informacion sipas ligjit, edhe drejtori i përgjithshëm i policisë, ju e keni parë ka patur komunikime të tilla. Projekti shumë përfolur Smart City do të nisë të implementohet në 20 shkolla brenda sezonit 2026-2027 me fokus sigurin. Deri atëherë kontrollet do të vijojnë. Ku konkretisht do të fillojmë së pari me 21 shkolla në Tiranë si projekt pilot, më pas për të shtrirë në gjithë territorin e vendit. Për sa i përket masave për sigurinë në shkolla, është bërë me dije edhe më herët nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit se janë planifikuar dhe po zbatohen masa të posaçme për parandalimin e incidenteve në mjediset shkollore, duke marrë parasysh dhe rastet e shënuara tragjike të kohëve më parë. Numri 1 i kësaj ministrie foli edhe për nisjen e kontrolleve të përbashkëta me Guardia di Finanzën, që nga 1 maj me fokus parandalimin e kultivimit të kanabisit. Këtë vit janë parashikuar më shumë orë fluturimi për të monitoruar çdo pëllëm të territorit. Nga 1 maj 2026 deri më 31 tetor, ne do të kemi, pra janë planifikuar në total 200 orë fluturimi, me 20 orë shtesë nga viti i shkuar, ku konkretisht risi do të jetë këtu krahas përdorimit të helikopterit me sensor të dedikuar, do të kemi edhe përdorimin një avioni të veçantë, i cili sigurisht do të përcjell në kohë reale koordinatat e dyshuara. Kjo e kombinuar me aftësinë e policisë për të analizuar situatat, koordinatat me risk, ato territoret të cilat mund të shfaqin për historisë të viteve të shkuara mund të shfaqin një tendencë kriminale për kultivim të kanabisit